Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala khayri khalqillahi ajma'in, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahum wa iqtada bihadihim ila yawmiddin. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe dërgojmë salavate dhe selame mbi të dërguarin e tij të fundit, Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi gjithë ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, do të vazhdojmë sot inshallahu taala me komentimin e hadithit të dytë prej 40 haditheve të Imam Neveviut, rahimahullahu taala. Dhe hadithi i dytë është pa ashtu një hadith i rëndësishëm, si çdo hadith prej 40 haditheve të Imam Neveviut, pra është bazë në veti, kapitull në veti, temë në veti, e përmbledh një pjesë të madhe të fesë, kështu me radhë. Hadithi është pa ashtu i njohur në sheriat tek ulemat si hadithi i Xhibrilit alayhi salam. Dhe kur njeriu thot hadithi i Xhibrilit, kur e përmend me këtë emër, menjëherë shkon ndërmend se për cilin hadith është fjala. Hadithi i Xhibrilit, hadith që e përmbledh të rëfen, siç ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fund hadithit, aty thot: "Etakum yuallimukum dinakum", ka ardhur Xhibrilit va mësoi krejt fen faktikisht. Me këtë hadith, për shkak se i përmbledh gjitha gjërat e fesë, prafërsisht, në pikat shkurtra, gjërat më kryesore. Sa i përket transmetuesit këtij hadithi është Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu, dhe folëm për këtë transmetues në hadithin e parë. Faktikisht i përmendëm gjërat më të rëndësishme nga jeta e tij dhe për personalitetin dhe vlerën e tij, pasi që për të folë me të ka shumë, për të folë për të domethënë ka shumë. Për këtë shkak mjaftohemi madh dhe nuk kemi nevojë që ta përsëritim fjalën lidhje me transmetuesin, domethënë Omerin radiallahu anhu. An Omer radiallahu anhu قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال. Pjesa e parë e hadithit është kështu, domethënë fillimi i hadithit është kështu. Transmetohet nga Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu, i cili thot: përderisa ne ishim ulur tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një mezhlis tek Muhamedi alayhi salatu wassalam, pra përderisa ne ishim ulur, thot: idh eta alejna rajul, thot erdh një njeri në mezhlis. Po thot Omeri radiallahu anhu, ne ishim ulur në mezhlis, pejgamberi alayhis salam po na këshillon, po na jep këshilla, po fol, erdh një njeri dhe ne e pam duke ofruar, pra, i cili i kishte këto veçori, i kishte teshat e bardha, do më thonë nuk është uthtar, teshat i ka të pastra, pa pluhur. Në kohën e pejgamberit alayhis salam, udhtari është vërejt, teshat i ka pas të djersitura, të pluhurosura, po ashtu thot edhe flokët i kishte zeza, nuk i kishte të pluhurosura, nuk njihej si udhtar, pra nuk i kishte veçoritë e udhtarit. Po megjithatë thot: wala ya'rifuhu minna ahad, edhe pse nuk ishte udhtar, prap ne nuk e njihshim. Interesant, as nuk është udhtar, po as nuk e njohim. Ka ardhur pra Xhibrili alayhis salam, melek, ka ardhur në çat formë, bë njerë dhe ka ardhur. As nuk e ka njoft, po as nuk ka qenë udhtar. Dhe nuk ka thonë direkt, Xhibrili alayhis salam kur ka ardhur nuk ka thonë direkt u njoh Xhibrili. Mirë, po pak ka qenë si diçka e çuditshme, domethënë tek sahabët, e kanë vrejtë se diçka nuk është e zakonshme, diçka nuk është si ka qenë zakonisht. Pastaj thot erdh dhe ul para pejgamberit alayhis salam, i vendoi gjunjët e tij
nga të gjunjëve të pejgamberit alayhis salam, do më thonë ul në gjunjë dhe i vendoi durët e tij mbi gjunjët e vet. Si edep, do më thonë edukat para mësuesit, para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Wa qal, dhe pastaj e parashtroi një pyetje. Hadithi është i gjatë, hadithi i Xhibrilit alayhis salam është hadithi i gjatë. Për këtë shkak do ta ndajmë pjesë dhe secilën pjesë do ta shtjellojmë duke i përmendur në pika të shkurtra dobitë më të mëdha që i fitojmë pra asaj pjesës. Në mënyrë që të jetë më e kapshme, ta kuptojmë më lehtë. Prej kësaj pjese që e përmendëm tash i fitojmë disa dobi. Dobia e parë është kujdesi i madh i sahabëve që të marrin dituri prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka ardhur Xhibrili, ku i ka gjetë sahabët? Ai ka gjetë tu lut, ai ka gjetë tu shetit, tu bredh pa lidhje, ai ka gjetë tu humb kohë? Jo, i ka gjetë në mezhlis tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot Omeri radiallahu anhu, thot, përderisa ne ishim këtë gjendje, pra, kur erdhaj na gjet neve në mezhlis, ne vetëm ishim ul tek pejgamberi alayhis salam dhe dëgjojshim. Kjo ka qenë gjendja e sahabëve. Kur i kanë sos punët e dinjos, me dituri janë marrë, me ibadet dhe me dituri. S'kan pas kohë që të miren me gjërat kota, me gjërat të pavlera, që mos bëhemi më banal në shprehje, pra, siç miren për fat keq muslimanët e kësaj kohe. Është interesant se kur ka ardhur Xhibrili ka bo, si me thonë, ka ardhur me ndikim, ka lënë për shtypje në mezhlis, apo ka pas tesha shumë të bardha, ka pas flokë të zeza, nuk ka pas pluhur. Dobia e kësaj është që t'ua tërheq vërejtjen, do me thonë xhamatit t'ia tërheq vërejtjen, që të koncentrohen më mirë. Sikur të kishte ardhur si një beduin i thjesht, Allah i ka pas mundësi, për shembull, ta bere Xhibrilin alayhis salam formë të beduinit thjesht, i djersitur, i pluhrosur, mirë po deshti që të vijë në këtë formë për dy arsye, për dy hikmete. I kam përmend, ka ndoshta edhe më shumë, po ne do t'i përmendim dy urtësi. Pse ka ardhur në këtë formë? E para është që e përmendëm që ta tërheq vërejtjen. Do të thonë që njerëzit koncentrohen. Nuk e njohim, po plus nuk ka shenja udhtimi. Çka puna e këtij? O, pak interesant mesela e këtij. Më thonë atëherë njerëzit e mbajnë mend, ka ndodhur diçka e jashtëzakonshme. Kjo është e para, edhe e dyta për t'tregu se në mezhlisin e diturisë duhet njeriu të veshet mirë, të rregullohet, pastrohet, pse? Edep, respekt për atë për të cilën pra shkon, sepse me lajqet prezentojnë, Allahu krenohet me ata rob para melekëve dhe u afal atyre. Për këtë shkak transmetohet se Imam Maliku rahimahullah çdo herë para se të ulet mezhlis për të shpjeguar hadith, për të dhënë dituri, është lajt, është kreh, është drejtu, është parfumos, edhe është ul për të treguar hadith dhe për të shpjeguar dituri. Pse? Si edukat, respekt për vlerën e madhe që e ka dituria dhe si respekt për këtë ibadet që e bëjmë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pastaj në vetë sjelljen e Xhibrilit, kjo ishte sa i përket formës pamjes së Xhibrilit alayhis salam. Pastaj sjellja e tij tregon pra shumë edukatën që e ka pas në kërkimin e diturisë Xhibrili alayhis salam. Kur ka ardhur është ul në gjunjë, domethënë. Nuk ka ardhur edhe për shembull trije në kom, bëhe pyetje pinkom ose të marrë dhe një formë që nuk i ka hije, apo? Po është ul në gjunjë, i ka venduar duart e veta mbi gjunjët e vet. Domethënë është ul drejt, ka qëndruar në formë modeste, në formë të hishme, me edukat, edhe pastaj e ka bërë pyetjen. Kjo tregon se kërkuesi i diturisë, pra ai i cili merr ilm, duhet të ketë edukat, sjellje. Dhe kështu është sjell edhe Xhibrili alayhi salatu wassalam, edhe pse ai ka qenë me pozit, dihet kush është Xhibrili, melek i rëndësishëm. Mirë po para pejgamberit alayhis salam e ka pas kët edep dhe kët sjellje.
Prej kësaj po ashtu përfitojmë pra prej kësaj pjesës të hadithit se ndonjëherë edhe pyet si konsiderohet mësues. Si ashtu? Në fund të hadithit ne do ta përmendim prap Muhamedi a.s. ka thonë për Xhibrilin, etakum yuallimukum dinakum. Xhibril erdhi që t'u mësoj juve fen. Mirë po Xhibrilin këtë rast nuk kallzoi kur gjë, veç pyetje bonin këtë hadith, apo? Krejt pyetje, si që do t'i përmendim ma konkretisht cilat janë pyetjet, boni pyetje. Mirë po thonë dietarët, nëse një njeri për shembull është në një tubim dhe e din se ka nevojë për një mesele, ai vetë e din meselen, filan personi e din, mirë po e shef se si është mexhlisi dhe e din se ka nevojë, ka njerëz që nuk e din atë mesele, nëse ai pyetën dikon tjetër, në mënyrë që mësimi tjetë indirekt, mos jetë direkt. Jo ti filana e din këtë, as e din që unë po ta kallëzoj. Jo, po indirekt. E bën e parashtron si pyetje në mënyrë që të mësohet, edhe ata që se din ta mësojnë. Në këtë rast dietarët thonë, ai është si mësues, faktikisht e ka pozitën e mësuesit. Për këtë shkak edhe thuhet se Haseni dhe Huseini radiallahu anhuma, nipat e pejgamberit alayhis salam, dy djemt të Aliut radiallahu, e kanë pa një plak i cili ka gabu në abdes, edhe nuk kanë desht, ka gabu me një mesela, ndoshta e ka ditë mirë, po në atë rast konkret ka gabu, edhe pleqëria ndoshta e ka bot vetën, mirë po shikoni sjelljen se e kanë pas, nuk kanë desht që miniherë ti thonë gabove, përmirësoje, bon kështu, jo, po tash ndërmjet veti. Po i thot njoni tjetrit, hajmë tek ma abdesin mu se e kom të lovit pak, e kom haru. Edhe tu jam tek këti tjetrit, aje shef, sa i e prezent aty. Të bo ma abetin dërmjet veti, ki tjetri faktikisht mësohet. Edhe mësohet edhe nuk ofendohet. Kështu pra edhe Xhibrili a.s. e përdori këtë metodë. I mësoj faktikisht sahabët mirë po në formë modeste, duke e pyet Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pasi që erdhi ja bëri këtë pyetje, i tha: "Wa qal ya Muhammad akhbirni anil Islam." Dhe tha: "O Muhammed alayhi salam." Edhe pyetjen e bëri sikur të ishte dikush i huaj, ndonjë beduin. Se shokët e pejgamberit alayhis salam vendasit ata të Medinës nuk e thirrnin me emër Muhammed, sepse tek arabët më herët nuk ka qenë shumë respekt ta thirrish me emër, po e kanë thirrë njëri tjetrin me kunje. O Ebu Abdullah, o Ebu Fulan, Ebu Fulan, e kanë thirrë njëri tjetrin me Ebu, që është kunje, do me thonë babai filanit, babai, kështu ka qenë respekt. Tek ata që kanë qenë Mekën, Medinën e për qytete, pra ata që kanë qenë vendali, faktikisht. Ndërsa ata që kanë ardhur, për shembull, beduinët endacakët që kanë ecë prej këtij vendi vend tjetër, nuk e kanë ditë këtë. Se kanë pas si tradit, po janë thirrë me emra. Edhe kur kanë ardhur beduinët e pejgamberit alayhis salam, i kanë thonë: "Ja Muhammed, o Muhammed." Kështu, do me thonë direkt. Sahabët si kanë thonë, as me kunje, as Muhammed. Sahabët e kanë nderuar më shumë. I kanë thonë: "Ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut", ose "Ja Nebi Allah", o pejgamberi i Allahut. Në këtë formë ju kanë drejtuar. Mirë po Xhibrili a.s. tash po sillet sikur të ishte ndonjë beduin, faktikisht ndonjë ndacak i cili ka ardhur dhe ka bë pyetje. Po sahabët janë gëzuar kur kanë ardhur, se beduinët kanë qenë më të çel, më tipa pa komplekse, nuk kanë pas shumë turp. Edhe sahabët janë gëzuar kur e kanë pasë vendin i beduin, se ka ditë se ki do bëjë pyetje kështu pa rezerva, siç thonë. Edhe kanë prit që të vijë që të shprehet lirshëm, pa turp, pa. Kështu ka ardhur edhe Xhibrili, do me thonë alayhis salam, është sjell në këtë formë. Edhe kjo ka hikmet, nuk e prezantuar minjer si melek, ose Allahu nuk e ka shndruar para sahabëve prej melek njerë. Pse? Sepse njerëzit dallojnë. Për shembull, dikush mund ta përballojë në gjë të tillë, dikush nuk mund ta përballojë, dikush friksohet për shembull, dikush dallojnë njerëzit. Edhe pse ato da marrin vesh se Xhibrili alayhis salam, mirë po në fillim nuk ka dhënë shenja direkte se është Xhibrili alayhis salam. Pyetja e parë që ja ka bërë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është:
Më trego çka është Islami. Më trego se çka është Islami. Më thonë për shtyllat e Islamit. Dhe thamë se kjo hadith është hadith bazë. Pyetja e parë pra flet për shtyllat e Islamit. E përmbledh faktikisht pjesën më të rëndësishme të fesë. Thot pejgamberi alayhis salam, faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, el-Islam an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammeden Rasulullah. Thot Islam është, tash po ja përmend 5 shtyllat e Islamit. Islam është shahadeti se nuk ka zot tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala dhe se Muhamedi është i dërguari i tij. Wa tuqima as-salat, dhe të bësh namaz, ti falish 5 kohët e namazit. Wa tu'ti az-zakat, dhe ta japish zakatin, Wa tasum Ramadan, dhe të agjërosh Ramazanin. Wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila, dhe të bësh hax në Kabe nëse ke mundësi, Pasi që haxhi dallon prej këtyre ibadeteve tjera, është udhtim, duhet pra që të ketë përgatitje më shumë financiare, materiale, po edhe fizike, duhet të jetë më i fuqishëm njeriu. Tek haxhi është kushzuar me mundësi. Të tjera zakonisht njeriu ka mundësi, janë më të lehta. Mirë, po te haxhi kërkon një mundësi më speciale. Kjo pra është pyetja e parë që e ka bërë Xhibrili alayhis salam. Dhe sikur të ndaleshim ne vetëm te kjo pjesë, të folim për shahadetin, për namazin, për zakatin, për agjerimin, për haxhin, jo një ders, po duhet 20-30 derse vetë për këtë, se ka shumë muhabet. Mirë, po ne e kemi zgjedhur metodën që një hadith në ders ta shpjegojmë. 40 hadithet e Imam Neveviut ka një hadith në ders që të jetë më e kapshme. Dhe mos të zgjatet për tepërmi, se pastaj i humb edhe jo vlera, nuk i humb vlera, mirë, po i humb ajo lehtësia për ta marrë vesh atë që është më e rëndësishme. Dhe zakonisht për 5 shtyllat e Islamit janë fol shumë. Mirë, po ajo që duhet ta kemi, më thonë, më e rëndësishme rreth kësaj është se shahadeti është baza. Më thonë, shahadeti është shtylla bazë dhe kryesore. Është ajo me të cilën njeriu hyn në fenë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe shahadeti nuk është vetëm fjalë që thuhet, po është realitet që praktikohet. Është sistem jete. Mushrikët e Mekës e kuptuan këtë gjë. Pejgamberi alayhis salam ju tha, "Kulu la ilaha illa Allah tuflihu." Veç një fjalë du ju tha pi juve, thoni la ilaha illa Allah dhe shpëtojni. A ish problemi se veç duhet ta thuna. Po të kishkon veç ta thunë mushrikët e Mekës, la ilaha illa Allah, sa spuna mos andej vazhdo si ke jetu deri më herët, po ato do thoshin edhe mos e janë rahat. Vazhdojnë prapë me të vjetrën, ata thanë fjalën, ty po sa spuna u rahatove, unë do vazhdoj prapë me temën. Mirë, po nuk, ata e kanë kuptuar se nuk o kjo qëllimi. Për shkak çka thanë, e ja'ala al-alihata ilahan wahida, u çuditën, ne i kena 360 idhuj këta, 360 puta. Ti kërkon veç një të adhurojmë, e kuptuan se kur e thuish këtë fjalë, do me thonë, duhet ta bësh ibadet Allahun dhe veç Allahun. Mos bësh ibadet dikën tjetër përveç ti. Mushrikët e Mekës e kuptuan këtë gjë, e kuptuan realitetin e shahadetit, se është diçka që vihet në praktik, nuk është vetëm fjalë boshe. Sepse të kishte qenë vetëm për shqiptim, edhe munafikat e shqiptojnë. Munafikat e thuan shahadetin, mirë, po janë më së fundit në xhehenem. Pse? Sepse nuk e besojnë me zemër. Pra, na dul një kusht. E ajo është sinqeriteti me zemër, besimi, apo? Munafikat e thonë, mirë, po nuk e besojnë, nuk jo bën dobi. Apo? Kush ka besu për shembull se duhet të adhurohet Allahu? Vetë mushrikët e Mekës e kanë ditë se Allahu i ka kriju. Nëse i pyet, thot Allahu ti ata, kush ju ka kriju? Allahu. Pse s'u ka bo dobi kjo besim, kjo pjesë që ngërthehet shahadet? Pse?
sepse kanë adhuru edhe idhuj, kanë bërë shirk. Dhe më thonë, nëse bën shirk, shahadeti jot bjen. Thonë dietarët, kjo për ta bën më të qartë, kështu për ta kuptu. Dikush merr abdes, për shembull, merr abdes, mirë po masi që merr abdes, Allahu ju nderoft e prish abdesin. E prish, në ndonjë formë. Valla dikush thon se po e mur, ki e mura ma e prishi, jam kupton. E mur edhe e prishi, po ashtu edhe shahadeti. Dikush e thot, mirë po mas 5 minutave e prish. Erxon në tokë. Për këtë shkak duhet që të mbrohet ai i cili e thot shahadetin, duhet mbrohet edhe prej gjërave që kundërshtojnë shahadetin. Prej shirkut, prej kufrit, prej gjërave që të nxjerrin prej feje. Dhe kjo ka muhabet shumë, do të thonë ka muhabet shumë. Mirë po edhe diçka që duhet ta potencoj këtë është se pse për shembull pejgamberi alayhis salam pse s'ka thonë vetëm en tashhadu an la ilaha illa Allah dhe të ndalet me çkaç. Po ka thonë wa anna Muhammeden Rasulullah. Pse s'ka thonë vetëm la ilaha illa Allah, po e ka shtuar edhe Muhammedun Rasulullah. Pse nuk është mjaftuar me atë? Sepse këto dy pjesë shahadetit janë bazat e veprave. Sepse njerëz ka që besojnë në Zot, se ekziston Zoti, mirë po e mohojnë dërgimin e Muhamedit alayhis salam. Dhe ky besim Zot nuk ju bën dobi. Nëse i bën kufër pejgamberit alayhis salam, nuk e pranon të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, kjo pjesa tjetër nuk të bën dobi. Për këtë shkak edhe potencohet, dhe sidomos tek ata të cilët e pranojnë Islamin prej ndonjë feje tjetër. Për shembull, ka qenë krishter, do të bëhet musliman. Tek ai nuk thuhet vetëm la ilaha illallah, po shtohet edhe Muhammedun Rasulullah, se këtë pjesë krishterët nuk e pranojnë. Edhe është kusht për të bërë musliman. Kjo pra është urtësia sepse është përmend edhe Muhammedun Rasulullah. Sa i përket namazit, pra namazi është ibadet me rëndësi shumë të madhe, dhe këtë e din secili musliman dhe çdo njeri që e lexon Kur'anin e kupton se sa shpesh Allahu i lartësuar urdhëron pra me faljen e namazit. Madje edhe e ka quajtur iman. Allahu i lartësuar prej veprave, shtyllave që i ka quajtur iman, besim faktikisht është namazi. Unë se di se ka dhe një vepër tjetër konkrete, të cilën e ka zëvendësuar me fjalën iman. Kjo tregon se imani me namazin janë të lidhura ngushtë. Sahabët në kohën e pejgamberit alayhis salam në fillim kur ishin në Mekë, u falshin drejtim të Jerusalemit. Sepse ka qenë kibla e pejgamberëve të mëparshëm. Dhe pejgamberi alayhis salam dhe sahabët në Mekë e vendonin Qaben, faleshin do me thonë këndej, e vendonin Qaben që t'jetë qabja në mes tyre dhe Jerusalemit, për shkak se e madhronin Qaben, për shkak të rëndësisë që e ka qabja. Dhe pastaj pejgamberi alayhis salam lutej që Allah ta bëj kiblën e muslimanëve Qaben, do me thonë në Mekë, e mos jetë në Jerusalem. Po kjo pse ka qenë në Jerusalem deri para asaj kohe ka urtësi, që me thonë se Muhamedi alayhis salam nuk ka ardhur me ndonjë fe që i kundërshton çdo gjë pejgamberët e tjerë, po se bazën e ka, burimin e ka prej Allahut subhanahu wa taala, njësoj sikurse pejgamberët e tjerë. Andaj gjërat e mira që kanë bërë prej pejgamberëve të tjerë, Muhamedi alayhis salam nuk i ka kundërshtuar. Dhe kur vjen puna të kthehet kibla ka qabja, sahabët tash janë mërzit për atë namazin që e kanë bërë ka Jerusalemit. Çka puna e atij namazit? O tamam, ajo na quhet ajo. Dhe Allah subhanahu wa taala zbret ajetin kuranor që është në surën Bekare ku thot: "Wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum." Allahu nuk vahup juve imanin, mos u brengosni. Çka ka për qëllim këtu me iman? E ka për qëllim namazin. Po thot mos u brengosni për atë namaz që e keni bën drejtim të Jerusalemit. Nuk vahup Allahu imanin, mirë po e ka quajtur iman, namazin, për shkak të rëndësisë, pozitës, vlerës të madhe që e ka në fenë Allahut subhanahu wa taala. Dhe pejgamberi alayhis salam po ashtu në një hadith të tij, dhe hadithet janë të shumta, kjo mesele vetëm kjo si urshëllohej do të mirë të shumë kohë, thot pejgamberi alayhis salam: "Bainal mar'i wa shirki wal kufri tarku salah." Në mes të njerit dhe shirkut dhe kufrit është lënia e namazit.
Në një hadith tjetër thot el ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Thot marrveshja në mes neve edhe atyre që nuk janë si ne është namazi. Kush e lën ka rrezik të madh që të bëjë kufër. Ai i cili s'fal namaz është shumë nga të kufrit. Mund shumë lehtë bjerë në kufër. Pse? Sepse Allahu ma nuk e mbron atë prej këtyre gjërave. Mbrojtja e Allahut prej tij është larguar. Thot pejgamberi alayhis salam, kush e fal namazin e sabahut në xhamat, është në mbrojtjen e Allahut. Andaj keni kujdes mos e prekni mbrojtjen e Allahut. Vetë sabahin me xhamat Allah i të mbron ty. E kur dalosh, për munafikat çka ka thonë Allahu? Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Munafikat kur janë çu të falin namaz janë çu me dembellëk. Kanë qenë për taca. Janë fal yuraun an-nas. Janë fal kur i kanë pa njerëzit. Ama janë fal, nuk kanë qenë që s'janë fal hiç. Para njerëzve janë fal, u ka ardhur turp mos falen. Edhe me këtë pse e kanë pas Allah i ka qyt munafika. Pse? Pse kur si kanë pa njerëzit e kanë lënë, s'janë fal. Janë fal vetëm për çu fatsi. Po ai i cili nuk falet hiç. Ai i cili hiç nuk falet, as para njerëzve, as kur se shohën, as kur e shohën. Ai edhe më shumë për ngjan me munafikat. Kjo është pra sa i përket vlerës namazit. Andaj dietarët thonë, mëkatet e mëdha përveç kufrit dhe shirkut, mëkatet e mëdha tjera që janë, nuk janë më të mëdha se sa lënia e namazit. Me i thonë dhe një muslimonit sot, ha mish deri, thot, se i hikin ka 4-5 namazën dit, nuk e ka problem. A jo, të mish i deri, thot, jo, se dë bona qafir. Lënja namazit, nuk themi se mish i deri so kur gjohë, është punë e madhe, ama lënja namazit o hala më e madhe, hala gjinah më i madhe. Andaj kujdes, të namazi kujdes, edhe nëse ka për shembull muslimani plot dobësi qera, plot mangësi, s'ka njerë perfekt, ama të namazi kujdes. Andaj thuhet se Imam Mahmedi e ka pa një njeri të vjedh, dhe dhadut. Masandej e ka zatek në xhami të fal namaz. Edhe ndali thot, të edhe të vedhish edhe namaz nuk shkon. Edhin, ja këtë line, ja si thonë të nedhë, më thonë, ja bonu njerë, ja mos shkon në xhami, ama nuk kona bashkë qashtaun, kupton. Imam Mahmedi ja ka thonë që talon e vjedhjene, jo më vajnë xhami, do me thonë talon e namazin. I thot, o imam, unë e di, kom mangësi. Mirë po, nuk dojsha këtë derët që i kam me smete, o këtë tim sheli. Dojsha talon i derë, shel me smete dhe Allahut, ta kem një komunikim me Allahun e lartësuar. Dhe thot Imam Mahmedi, thot, qatë vjetë, subhanallah, në haqë e kum pa, qatë njerë, tu qajtë, o zot, jam pendu për këtë gjinaheve tjera. E la thot një derë qel mes ti dhe Allahut lartësuar dhe Allahu ja qeli këtë derët tjera. Për këtë shkak, pa marë parasysh sa ka mangësi muslimani, namazin nuk duhet që ta anashkaloj dhe që ta lej. Edhe agjerimi ka vlerë të madhe. Më thonë, Imam Dhehebiu për para agjerimin, po e thonë vetëm këtë fjalë. Imam Dhehebiu thot, ka një xhma ulemat, se agjerimi është rukën dhe se është obligimi madhë. Dhe po ashtu u në shukku fi imani men la jesum. Dyshojmë të imani ati që nuk agjeron. Imam Dhehebiu rahimullah ka thonë, ai që nuk agjeron, dyshojmë të imani këti. Pikpytja o muslimana nuk ka. Me thonë se i përket agjerimit. Haxhi dhe rëndësia e tij. Që mos zgjatet shumë për haxhin, po e themi një transmetim të Omerit radiallahu anhu, i cili ka dërguar në punësit e vet. Me thonë ato punëtorët e vetë në punësit i ka dërgu në për këtë hapësirat e khilafetit. Dhe ju ka thonë, lajmëron një njerëzit, sa i cili ka mundësi të bëje hax edhe nuk bon, le ta zgjedhë se si do të vdese, as i krishter, as i jahudi. Shtu ka thonë Omeri radiallahu anhu. Ka thonë, lajmëron një njerëzit, sa i cili ka mundësi të bëje hax edhe nuk bon, le ta zgjedhë si do të vdese, as i krishter, as i jahudi. Më thonë si muslimon e ka problem të vdese, për shkak të rëndësisë. Ruknet, erkanul islam, ti lash, është ma keq se sa të bësh gjina.
Dhe për këtë janë pajtimit dietarët e ehli sunetit, për atë tjerë nuk e di, të ehli sunetit janë pajtimit se ruknet e islamit, shtyllat e islamit t'i lash, është ma keq se të bëjsh ndalesat e islamit. Është ma keq se të bëjsh ndalesat e islamit. Për këtë shkak, dikush thot vallon spira ki, s'bëj kështu, elhamdulillah, ama nëse i lën shtyllat e islamit, dije se nuk e ke punën mirë. Puna nuk është mirë. Sidomos namazi që e përmendëm, për shahadetin mo dihet, njeri nuk hin as në islam pa shahadet. Mirë po sidomos namazi, problem është, ai që s'fal namaz, e ka shumë rrezik të arruje imanin ati. E ka shumë rrezik të arruje imanin ati. Nëse e hup namazin, e hupish edhe imanin. Pejgamberi alayhis salam thot, gjëja e fundit që do ta hupni prej fesë tuaj është namazi. Disa dietarë të e komentu këtë hadith kanë thonë, nëse gjëja e fundit që e humbim është namazi, do me thonë se si ta hupim namazin, s'ka mbet më kur gjo për fesë. Do me thonë se si ta hupim namazin, më feja o prish. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, ra'sul amri al-islam. Gjëja kryesore e këtë sendeve është islami. Wa amuduhu as-salah. Dhe shtylla, bazë e asaj është namazi. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Ndërsa kulmi i kësaj ndërtese të quajtur islam është xhihadi. Mirë po shtylla bazë është namazi. Thon dietarët, kujt i prishet kjo shtylla, ndërtesa ati nuk mund të qëndroj. Se zgjatëm pak për punën e namazit, po është për shkak të rëndësisë dhe për shkak se shumë prej muslimanëve këtë obligim të madh e kanë lënë pas dore. Pasi që ja tha këto pyetje Muhamedi alayhis salam Xhibrilit alayhis salam, Xhibrili i tha edhe një isharet për tregu se nuk është kjo mexhlis i zakont. Tha sadekt. E pyeti pejgamberin alayhis salam, pejgamberi u përgjigj, Xhibrili alayhis salam i tha sadekt, të vërtetën e the. Çashtu është. Thot Omeri radiallahu fa ajibna lehu, u çuditëm ne. Edhe e pyet edhe i thot çashtu është. Më thonë ka dituri për këtë mesele, e din se çashtu është. Pastaj i tha, fa akhbirni anil iman. Tash i tha, tash më trego për imanin. Më thonë e pyeti për islamin, tash i tha më trego për imanin. Para se të hym te kjo si një dobi, do më thonë ta keni, kur përmendet imani dhe islami, thonë dietarët, el iman wal islam, min el kalimat allati idha ijtamaat tafarraqat wa idha tafarraqat ijtamaat. Janë prej fjalëve të cilat kur bashkohen, ndahen dhe kur ndahen bashkohen. Çka do të thonë kjo? Do të thonë islami e në imani, kur përmenden me një vend, islami e merr një kuptim tjetër, imani e merr një kuptim tjetër. Ndërsa kur përmenden veç e veç, përmendet fjala islam, feja islame, kur themi ne feja islame, islami, veç, a e kena për qëllim veç për shtyllat apo këtë fen? E kena për qëllim krejt fen. Po ashtu edhe imani. Imani çka është tek ehli suneti? I'tiqadun bil janan, wa qawlun bil lisan, wa amalun bil arkan. Yazid bi ta'ati ar-Rahman wa yankus bi ta'ati ash-shaytan. Imani te ehli suneti është kjo: besim me zemër, fjalë me gojë, vepër me gjymtyr, shtohet me respekt të Rahmanit, të Allahut dhe paksohet me respekt të shejtanit. Ç'kjo është definicioni i imanit? Më thoni përfshin krejt çështjet e fesë. Mirë po tash, pasi që janë përmend me një vend, kjo e merr një kuptim tjetër, kjo e merr një kuptim tjetër. Islami e merr kuptimin e gjërave të dukshme, 5 shtyllat e islamit, imani e merr kuptimin e 6 kushteve të besimit, gjërave të mbrendshme të zemrës. A ka ndonjë fjalë tjetër të ngjashme me këto dy fjalë? Është për shembull gjuhën arabe edhe fjala bir wa taqwa. Bir i thonë punëve të mira, taqwa i thonë devotshmërisë. Ma kështu përkthim, do të thonë bukfal. Mirë po, kur përmenden bashk kanë një kuptim shtesë. Bir i thonë kryerjes së obligimeve. Takwa i thonë largimit prej harameve, kur përmenden bashk. Kjo është pra për ato që e din gjuhën arabe, i bëjnë këtë dallime.
që pastaj mos të ketë keq kuptime. Kur përmenden bashk, kanë kuptim më specifik. Sikur se fjala miskin edhe fukara, për shembull, ose fakir. Miskin është i ngratë, fakir është i varfër. Nëse i lën veç e veç, i përfshin të dyjat. Nëse i përmendim bashk, atëherë bëhet puna më precis. Kjo është pra parafërsisht pikat shkurtra sa i përket imanit edhe islamit. Thot pejgamberi alayhis salam, el iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi. Iman thot është besosh në Allahun, në melajket e tij, në librat e tij, në pejgamberët e tij, në ditën e gjykimit edhe në kaderin, caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Khairihi wa sharri, pa marr parasysh është khair apo sherr për robin. Dhe kjo ka shumë muhabet, vllazni. Do të thonë besimin në Allahun, me lajket, sa i përket besimit në Allahun, është që të veçohet Allahu subhanahu wa taala me rububiyetin e tij, se vetëm ai krijon, vetëm ai furnizon, vetëm ai zotron këto gjëra. Në dorë të atij janë çështjet. Kërkush tjetër nuk krijon, kërkush tjetër nuk i kontrollon gjërat në gjithësi, po vetëm ai. Se vetëm ai duhet të adhurohet. Dhe se ai është i veçantë në cilësitë dhe në emrat e tij, nuk i përngjan kërkush atij. Këto janë pra tre aspektet e besimit në Allahun subhanahu wa taala. Lejse kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Nuk është askush sikur Allahu dhe ai dëgjon dhe sheh. Ky ajet është rregull në çështjen e besimit në emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Nuk i ngjan kërkush Allahut, mirë po ai dëgjon dhe sheh. Nuk e përngjasojmë dhe i pranojmë ato që i ka thonë Allahu subhanahu wa taala për vetveten e tij. Sa i përket besimit në melekët apo engjëjt e Allahut subhanahu wa taala, besimi në melekët është i përgjithshëm dhe i veçantë. Besimi i përgjithshëm është në përgjithësi, për gjitha cilësitë që i kanë përmendur pra të melekëve Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi alayhis salam, se i ka krijuar prej drite, se janë robër të devotshëm që nuk e kundërshtojnë asnjëherë Allahun subhanahu wa taala, se janë të ngarkuar me kryerjen e detyrave dhe se i çojnë vend pa ja kthyer xhevapin asnjëherë Allahut subhanahu wa taala. Kjo është në përgjithësi. Pastaj në veçanti, besimi në melekët e veçantë, të cilët i ka përmend Allahu dhe pejgamberi alayhis salam, siç është Xhibrili, Mikaili, Israfili, Melekul Mauti, meleku i vdekjes, Munkeri dhe Nekiri, dhe ata dy të cilët ia shkruajnë veprat robit, veprat e mira dhe veprat e këqija, po ashtu melek special të cilët e mbrojnë robin, e kështu me radhë. Me thonë ka dy aspekte besimin melekët, besimi i përgjithshëm dhe besimi i veçantë. Sa i përket besimit në librat, besojmë përgjithësi se Allahu dërgon shpallje, se ju jep pejgamberëve të tij libra dhe fletushka, dhe se ju ka zbrit 4 libra të veçantë që i ka përmend: Zeburi, Davudit a.s., Tevrati, Musës a.s., Injili, Isës a.s. dhe Kurani Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këto janë besimi i veçantë në librat. Sa i përket besimin ditën e gjykimit, kjo ngërthen besimin në shenjat që janë para gjykimit, ngërthen besimin në jetën e varit, do të thonë pasi që vdes njeriu varoset, jeta e berzahut. Edhe kjo hyn në besimin ditën e gjykimit. Dhe ngërthen në vete besimin në jetën pas ringjalljes. Llogaria, sirati, haudi, xheneti, xhehenemi, gjitha këto përfshihen në besimin në ditën e gjykimit. Dhe besimin caktimin e Allahut subhanahu wa taala, se çdo gjë ndodh me caktimin e tij, se Allahu e ka ditë çdo gjë që do të ndodh, dhe se kjo nuk do të thotë se Allahu i detyron në robërit e tij, po kjo është e bazuar në diturinë e tij. Dhe sa i përket besimin në caktimin e Allahut, dietarët i kanë përmend 4 shtylla të cilat duhet t'i di çdo musliman.
E para është dituria, se Allahu ka ditë çdo gjë. Allahu subhanahu wa taala ka ditë çdo gjë që do të ndodhe. I gjithdijshëm, para se më ndodhe di se do të ndodhe. E dyta është se e ka shkruar këtë që do të ndodhe. Allahu e ka shkruar në Lauhi Mahfudh çdo gjë që do të ndodhe deri në ditën e gjykimit. E ka ditë dhe e ka shkruajt. E treta është dhe e ka lejuar, ka dëshiruar që të ndodhe kjo. Nuk ndodh edhe pse Allahu nuk e don ajo të ndodhe. Jo, Allahu e ka lejuar edhe ka dëshiruar që kjo të ndodh. Wa ma tashauna illa in yasha Allah. Ju nuk mund doni diçka vetëm nëse don Allah. Nuk mund as shohësh në kom nëse nuk don Allah. Më thonë çdo gjë është e kufizuar me dëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe e katërta është krijimi, se çdo gjë që ndodh është krijesa e Allahut subhanahu wa taala. Dhe në këtë rast duhet ta tërheqim një vërejtje kështu shkurtimisht, se kjo nuk do të thotë se njeriu është i detyruar. Dikush thotë vallahi unë s'falna se çu ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Jo, këtu ka muhabet. Kaderi, caktimi i Allahut subhanahu wa taala nuk kuptohet kështu. Po ne themi njeriu në jetën e tij përballet me dy gjendje. Gjendje të cilën mund ta kontrollojë dhe është i lirë për të zgjedh, dhe gjendje të cilën nuk mund ta kontrollojë dhe nuk është i lirë për të zgjedh. Në gjendjen në të cilën nuk mund ta kontrolloj, nuk është i lirë të zgjedhë, smuhet për shembull, ja çon Allahi një smundje, ai nuk e ka zgjedhat, nuk s'ka qenë dorë atij. Ktu mund të thosë ka der Allah, caktimi i Allahut, unë s'kam përgjegjësi. Allahu kështu e ka caktuar sa spuna. Mirë po, për shembull, a da fale sabahin sot a nuk da fale? A da fale drekën as da fale? Ktu krejt njerëzit e mençur e dinë se Allah i të kalon të lirë zgjedhish, ki mundësi të zgjedhish. Në këtë rast, nuk mundet njeriu për shembull ta lone drekën edhe thosë valla Allahi çu e ka caktuar, pse te ke pas liri të zgjedhjesh. Nëse nuk e fal, Allah e ka ditë se s'da falish. Mirë po nuk do me thonë se të ka detyruar që mos ta falish. Për këtë shkak pra, mëkatarët nuk kanë arsyetim me caktimin e Allahut. Nuk kanë arsyetim me caktimin e Allahut. Edhe për kësaj kësaj, mëshira e Allahut është e madhe dhe nëse pendohen, ato mëkatet e kaluara Allahu u afal. Nëse pendohen pra mëkatet e kaluara Allahu u afal. Kështu është mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Nuk e thot arsye, nuk ka thënë Allahu me zor të bësh gjina, ama prap pendohu. Pendohu, leje, pendohu. Allahu subhanahu wa taala do t'i fal mëkatet e kaluara. Pasi që pyeti për islamin dhe për imanin, Gjibrili alayhi salam tash e bëri një pyetje për ihsanin. Qal fa akhbirni anil ihsan. Tha, më trego tash se çka është ihsani. Më kallëzo tash se çka është ihsani. Dhe kjo është po ashtu një pikë me rëndësi në fenë Allahut subhanahu wa taala, një mesele shumë e rëndësishme, el ihsan, që e ka definu pejgamberi alayhis salam me definimin më të mirë. Thot pejgamberi alayhis salam, en ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan është ta adhurosh Allahun sikurse je duke e parë. Ta adhurosh Allahun me çasi gjendje shpirtërore, sikurse je duke e parë. Edhe pse ti nuk e sheh, ai të sheh ty. Edhe pse ti nuk e sheh, ai të sheh ty. E tash, pasi që e kuptove se kush janë kushtet e imanit, kush janë shtyllat e islamit, tash kur ti praktikojsh këto, ta kesh çdo herë në mendje se Allah i të shef. Ta kesh parasysh çdo herë mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala. A e keni parë në lokalet, vendet ku ka kamera për shembull? A? Se si njerëzit janë pak mandrejshe. Pse ka mbikëqyrje me kamera, incizohet. Nuk është shumë e thjesht puna. Po paramendojmë mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala, që nuk mund të ikas ajo që e ke në zemër, jo vetëm ajo që e shfaq. Kështu është besimtari, i vërtet, ai i cili ka imanin si duhet, ashtu siç e kërkon Allahu subhanahu wa taala.
Dhe sa më shumë që i dobësohet imani besimtarit, sendi i parë ku dobësohet është ihsani. Pastaj dobësohet në islam, pastaj në iman. Pastaj në iman, pastaj në islam, domethënë. Se rrethi më i lartë, pozita më e lartë që mund ta ketë një musliman i devotshëm është që ta ketë non stop mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala. Non stop ta di se Allahu e sheh. Andaj edhe Allahu subhanahu wa taala në shumë ajete e përmend këtë realitet, që ta keni parasysh se Allahu ju sheh. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum." Dhe dijeni se Allahu është me ju kudo qofshi ju. Kudo qofshi ju, Allahu është me ju. Ju mbikëqyr, ju sheh, e din se çka veproni. Kudo qofshi, nuk mund t'i fshiheni Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu thot: "Wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim alladhi yaraka hina takum wa taqallubaka fi as-sajidin." Thot mbështet ju krenarit, mëshiruesit, i cili të sheh kur ngritesh për namaz dhe të shef kur ti bën sejdë me ata që bëjnë sejdë. Innahu huwa as-sami'ul alim, me të vërtet ai din dhe dëgjon çdo gjë. Do të thonë ta kesh parasysh mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe pejgamberi alayhis salam ka thonë: Allahu e haqqu an yustahya minhu. Pejgamberi alayhis salam ka thonë: Allahu është më meritori që njeriu të turprohet prej tij. Njeriu kur është para njerëzve që i respekton, ka një far droje, një far turpi, një far respekti. Dhe sa më i ngritur që është ai njeri para cilit është, njeriu është më i matur. I mat fjalët, i mat sjelljet, i mat këtë, i mat atë. Më thon kështu është. Njerëzit kështu veprojnë. E paramendos si është besimtari i vërtet para Allahut subhanahu wa taala, ku e din se çdo herë është para tij dhe ai e sheh. Për këtë shkak edhe një hadith tjetër pejgamberi alayhis salam thot: "Afdalul iman." Shikoni tash, thot imani më i mirë është en ta'lama anna Allaha ma'ak haythu kunt. Imani më i mirë është ta dish se Allahu të mbikëqyr kudo qofsh. Tash kthehen ata jo meselja që thash se kur janë bashk dhe kur janë veç. Ktu çka tha? Pejgamberi e definoi imanin me ihsanin. Tha imani më i mirë është që ta dish se Allahu të mbikëqyr kudo qofsh. Pse këtu nuk u përmend ihsani. Edhe në këtë rast imani e përfshin pra edhe ihsanin. Sa i përket këtij definimit të ihsanit, disa dietare kanë ndajtur në dy shkallë. Në bazë definimit kanë thonë shkalla më e lartë është që ta adhurosh Allahun sikurse ti e shef atë. Më thonë gjendja shpirtërore të jetë sikurse e shef Allahun. Çfarë si gjendje ta adhurosh atë? Allahu alem si është kjo gjendje dhe si është kjo ndjenjë. Pra Allah i na boft nasip, edhe nëse e përjetojmë, Allah i na mundsoft që çdo herë ta kemi. E dyta është, dhe kjo është më e lehtë, pra dhe thonë e dyta është, nëse nuk mundish sikurse me e pa ti Allahun, atëherë ta dish sa i të shef. Ta kesh parasysh sa i të shef çdo herë. Disa e kanë bërë këtë si të veçantë. Disa tjerë kanë thonë jo, kjo e dyta është shpjegimi i parës. Ta adhurosh sikur me pa atë, sepse ti e din sa i të shef. Se ti s'ke mundësi që ta shohësh. Sidoqoftë, dhe cila do qoftë jetë e sakta, Allahu na mundsoft ta përjetojmë dhe Allahu na boft për atyre që e kanë çdo herë parasysh se Allah i shef. Andaj përmendet si tregim, një dietari pas ka pas dënzonës 3 fëmijë. Do thonë ende pahin moshën e bilikut, siç thonë te ne, apo moshën madhore. Edhe kanë mësuar taj Kur'an, çështjet fesë, siç ka tash në për xhamia, në për mexhlise, ku shkojnë fëmijët, të vegjël, i çojnë te hoxha, e mëson, domethënë leximin e Kur'anit, bazat e fesë. Kështu ka qenë edhe një dietar. Mirë po, njonin për nxënësave pas ka veçuar më shumë. Edhe pse këtë kanë qenë nxënësa të mirë, po njonin e ka pasë është pak më i devotshëm ky. Edhe këto tash e pyetin pse e kanë pasë sjellja dallon. Më shumë respekt, më shumë për shembull kërkon prej atij, më shumë angazhim, e ka shti, domethënë listën e atyre të cilët do të bëhen dietar të mëdhej.
Dhe kështu edhe Ibn Uthejmini për shembull kallëzon për mësuesin e tij Abdurrahman ibn Nasir as-Saadi se i ka pas talebet, i ka pas të veçuar. Këto janë talebet e klasës mutemejizin, të shkëlqyer, do të thonë të veçojnë prej tjerëve. Mesatarët edhe ata që kanë qenë pak më të dobët. Që secillit ti kërkoje atë se meriton. Kryesorja tash këto kanë pyet, pse po e veçon kët, pse edhe ki ka dish të vaboje me di, edhe pse këto tjerët kanë konë në regull, mirë po ka thonë hajtë që merë një një kanizok, të shof krejt ju sa dini, merë një një kanizok, edhe të shkoni të atherni dëkund ku s'ju shef kërkush. Ama të shkojni mos u shofe kërkush, as baba, as nona, as, për ju thot nëzonë, sa vetë 3 kanë konë, fëmijë, edhe kanë shku kejt këto, nesër me këtë vinë me zogin e prem, kryja e preme, do më thonë. Vetëm ki që ka qenë, ki që e ka dalu, vetëm ki e ka kuptu meselen si duhet, edhe ka ardhë me zogin gjallë. Ki e ka kuptu se djetari nuk donë që këto të mbajtin zoga. Mirë po nuk u ka thonë direkt, taj që ta shohën këto vlerën e këti. Edhe këto, une, valla, unë shefa, unë se pash, une, këtë kanë tregu se si e kanë vra, vetëm po ti thot këto të shpak edhe janë gëzuar, se kanë kujtu se ki se ne ka kryt detyrën, se ne ka qu detyrën e shtëpisë në vend. I ka thonë, po ti pse se there zogin? I thot, për shkak se nuk gjeta o shekh o djetar as një vend ku nuk om sheh Allahu subhanahu wa taala. Për shkak se nuk gjeta as një vend ku nuk om sheh Allahu subhanahu wa taala. Pra e ka pas këtë mbikëqyrje të Allahut, e ka pas prezente. Edhe pse ka qenë i rinë mosh, e ka ditë se s'ka vend ku nuk të shef Allahu subhanahu wa ta'ala. Për këtë shkak, edhe njoni kur ka kërku për Ibrahim ibn Adhemit, që ta këshilloj, do mëkate i ka pas këshillom, i ka thonë nëse dush të bësh mëkat, gjeje një vend ku s'shef kërkund Allah dhe bën mëkat. Po ka thonë s'ka kështu vendi. Atëherë i ka thonë as vjen turp që të shofe Allahu edhe të bësh mëkat, atëherë pra leje krejt, mos bën mëkat. Pastaj vjen pyetja e radhës e Xhibrilit alayhis salam. Thot fa akhbirni anis saa. Tash po thot më trego për kiametin. Shikoni këtu si është përgjigj pejgamberi alayhis salam. Thot mel mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Thot ai i cili pyetet nuk din asgjë më shumë se sa pyetësi për këtë mesele, se kur do të ndodh kiameti. Pejgamberi alayhis salam ka qenë orator, preciz në shprehje. Nuk ka thonë as unë as ti nuk e dim. Ka pas mundësi të shprehet as ti nuk e din, as unë nuk e di. Mirë po s'ka thonë kështu. Ka thonë pyetësi dhe i pyeturi nuk dim për këtë mesele. Për të kallëzuar se çdo pyetës dhe çdo i pyetur deri në ditën e gjykimit nuk kanë shanca që ta dinë këtë mesele, se kur do të ndodh kiameti. Ja 2000, njerë thënë 2000, njerë 2012, masej Allah lem gjithë dhe thunë 2050, krejt gabim janë. Njerëzit nuk e dinë se kur do të ndodh kiameti. Po çka dim, çka mund dim ne si njerëz, fa akhbirni an emaratiha. Pastaj thot Xhibrili alayhis salam, atëherë më trego për shenjat. Allahu subhanahu wa taala nga mëshira e tij i ka treguar disa shenja që të jenë si vërejtje për njerëzit se afro kiameti. Nuk do ta dini ju kur do të ndodhe, mirë po keni kujdes se po afrohet. Këto shenja i kanë dy hikmetet mëdhaja, dy urtësit mëdhaja. E para është vërtetim, mucize, mrekulli për pejgamberin alayhis salam. Vërtetim i fjalëve të pejgamberit alayhis salam. Ka thonë kështu do ndodhe dhe ka ndodhur. Në kohën kur muslimanët kanë qenë pak, e kanë pas Medinën edhe do pjesë të vogla. Pejgamberi po thotë do ta mirni Konstantinopolin. Ai çka do me thonë kjo? Kjo si me i thonë tash njonit këtu në Tetov, do ta çlirojnë Washingtonin. Ç'kështu i bjen? Se Konstantinopola ka konë kryeqyteti i botës në atë kohë. Qytet në 2 kontinente. Perandoria bizantine e ka pas në dorë.
Pejgamberi alayhis salam po vë thot da çlirojni. Edhe ka ndodh. A nuk ka kjo muxhiza, a nuk ka mrekulli? A nuk është mrekulli? Ta kena pra parasysh se çfarë rëndësie ka kjo fjalë. Kështu janë pra shenjat e kiametit. Kjo është hikmeti. Hikmeti është që të vërtetohet profecia e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Kjo është e para. Dhe e dyta që të jetë si tërheqje vërejtjesh për njerëzit. Keni kujdes. Kthehuni tek Allah subhanahu wa taala para se mo të jetë vonë, se kur do të lind dielli ka perëndimi, mo nuk pranohet pendimi. Këtu pejgamberi alayhis salam i ka përmend do shenja interesante të hadithi i Xhibrilit. Shenjat e kiametit janë shumë. Mirë po të hadithi i Xhibrilit i ka përmend dy shenja. En telid el emetu rabbeteha wa en tëra el hufat el urat el alet e rja e shai jetë ta walune fil bunjan. E para është që robresha ta lind zonjën e saj. Robresha ta lind zonjën e saj. Dhe e dyta është ti shohësh barit këmbëzbathur, të varfur, të leckosur, se si tash po shtyhen se cili do ta bëjë ndërtesën më të lartë. Sa i përket shenjës parë është të shtohet mos respektimi i prindërve. Do të shtohet mos respektimi i prindërve. Kështu e kanë komentuar shumica e dietarëve. Që zonja ta lind, pra robresha ta lind zonjën e saj. Do me thonë vajza do ta trajtoj nonën si me pas rob dhe nona do të jetë si rob i vajzës vet. Pse nuk do ta respektoj? Respektimi i prindërve nuk do të ekzistojë. Dhe dyta është njerëzit barin këmbëzbathur të leckosur duke u shtyer se cili do ta ndërtojnë ndërtesën më të lartë. Ibn Hajeri rahimahullah dhe dietar tjerë kanë thonë kjo vlen për krejt, mirë po më shumë ti vlen për arabët, kjo cilësi. Se arabët në shumicën e kohës kanë qenë bari edhe kanë hec këmbëzbathur të leckosur, pse dhe nxet ka qenë, po çashtu ka qenë karakteristike e tyre. Prej popujve tjerë arabët më shumë kanë hec këmbëzbathur, në krahasim me popujt tjerë. Për këtë shkak thotë kjo vlen për arabët më shumë, po vlen edhe për tjerët. Më thonë, ata që deri dikur kanë qenë më të varfur, tash do të bëhen më pasur, do të bëjnë ndërtesa më të larta. Edhe arabët të cilët s'kan pas ndonjë ndërtim të madh, tash do të krenohen se cili do ta bëjnë ndërtesën më të lartë. Këto dy shenja mund të themi se nuk kanë qenë deri para do kohe. Ndërsa tash është shiqare. Ku gjendet ndërtesa më e lartë në botë? Ndërtesa më e lartë në botë, ku gjendet? Në Dubai. Kush djathej rekordin? Ka mohabet se Xhidja djathej rekordin në Arabinë Saudite. Më thonë arabët ndërmjet vetis se cili ta bëjë ndërtesën më të lartë. Kur e thonë kjo fjalë në kohën e pejgamberit alayhis salam, a ka mund paramendohet kjo të ndodhe? Ka qenë shumë larg. Më thonë larg mendjes, mirë po ka ndodhur. Ka ndodhur, është të ndodhë, jemi të e pa, realitet. Dhe këtë e ka përmend të hadithi i Xhibrilit alayhis salam. Kjo është pra shkurtimisht sa i përket asaj dhe pyetjeve që i bëri Xhibrili alayhis salam këtë mezhlis. Thumen talak, thot Omeri, pastaj u çu kënjër dhe u largua. Felebithtu me lijen, thot dhe unë ndejta qashtu një kohë i heshtur. Kal, ja Omer, pastaj thot më tha pejgamberi alayhis salam, o Omer, e të dri me një sail, a e din se kush është pyetësi, kush ka ky që pyeti? Kultu Allahu wa rasuluhu alem, thash Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri. Kal, innehu Gjibril etakum juallimukum dinekum. Tha, me të vërtet, ky ka qenë Xhibrili alayhis salam, i cili erdh që t'ua mësoj fen tuaj. Dhe kështu përfundon ky hadith. Mirë po në këtë pjesë është interesant edukata e Omerit radiallahu anhu dhe sahabëve tjerë, se me siguri ka pas edhe tjerë, po si duket Omeri edhe unë ka qenë më afër
Muhamedit a.s. Edhe Muhamedi a.s. ja ka bërë pyetjen këtij që t'i mësoj edhe të tjerët. Subhanallah, i boni ki pyetje të çu tash të ketë porin heshtur, respekt për mexhlisin, për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe nuk folin derisa të fole Muhamedi alayhis salam. Pastaj çka tha, e të drimen Isail, ju drejtua Omerit radiallahu anhu, dhe tjerët ishin prezent aty. Me siguri nuk janë çuket në kohë, mas i ka shkuaj, kanë qenë prezent. Mirë po ju ka drejtua Omerit radiallahu anhu si respekt, si ma i vjetër, ma i ditur, sahab, ma i dalluar, ose ka qenë ma afër Muhamedit alayhis salam e kështu me radhë. I ka thonë, e din kush është? Përsëri këtu kallëzohet edukata e Omerit radiallahu anhu. Nuk thot se valla mos ke ky, mos ke ai, nxonë të fole pa lidhje, do të thonë pa dituri. Jo. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu dhe pejgamberi i tij e din më së miri. Përsëri pra respekt në sjelljen me Muhamedit alayhis salam. Thot pejgamberi alayhis salam tash në fund, fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Me të vërtetë ai ishte Jibrili alayhis salam, erdh që t'u mësoj fen tuaj. Dhe kjo pjesë hadithit e kallëzon rëndësinë e krejt hadithit. Pra ky fundi, përfundimi, kallëzon rëndësinë e krejt hadithit. Se kush e mëson mirë këtë hadith, e ka mësu krejt fen, me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kështu ka qenë mësimi Muhamedit alayhis salam. I ka përmbledh gjërat. Islami është kjo: shahadeti, namazi, zeqati, agjerimi, haxhi. 5 reshta, 5 fjali. Mirë po, pastaj ngërthen kjo shumë sende në vetvete. Kështu edhe Muhamedi a.s. i ka klasifiku gjërat. Nuk e ka dhonë diturin kështu, po i ka klasifiku gjërat. Ka pas husnu talim, si shton dietarët, ka pas metodë të mirë të mësimit. Dhe ndonjëherë i ka mësu duke u bërë pyetje. Për shembull ka thonë, e të drune me l-muflis, a e dini se kush është i falimentuar, i bankrotuar? Nuk ka nis të kallëzoje vëllai i falimentuar është kjo, jo, njerë ka bo si pyetje. A e dini se kush është i falimentuar? Ose ka thonë, a e dini se kush është një pemë e cila i përngjan besimtarit më së shumti? Ose ka vizatu, thot Abdullah ibn Mesudi, e bori një vit drejt. Nuk folën kur gjo pejgamberi alayhis salam, e ka bo një vit drejt, ka vizatu. Masandej ka bo vijat shtremta, masandej e ka thonë mësimin. Pse? Që ta mbajnë mend. Ose i ka thonë një sahabit, para se të dalish pijamie, do ta kallëzoj një dituri. Edhe ka vazhdu, pastaj para se me dal pijamie, ki sahabi ka thonë, ja Rasulullah, më premtove se para se me dal dhe më kallëzesh. Atëherë ja kallëzon. Pse? Që ta mbajnë mend metodat e mësimit. Këto kanë qenë nivelin më të lartë tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mësuesi më i madh i njerëzimit. Me kaq po përfundojmë, edhe pse ka shumë për të folë, po shpresojmë se kena përmbledhur ato që janë më të rëndësishme në lidhje me këtë hadith. Allahu ju shpërbleft për sabrin tuaj. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.